ja u jap atë titullin mbretëresha, e ditë ma ke ndryshu jetën, thjesht frymëzohen, fuqizohen, se na mësojnë shumë nga njëna tjetra gjatë atyre ditëve. 73 vjeqe, çfarë vallëzimi bëj ka ajo na kalon pa men. Wow. Të pas parasysh që bën, domethënë, vazhdimisht aktivitete për gratë mbi moshën 40 vjeç. Pse mendon që është shumë e rëndësishme që kësaj faze të moshës t'u jepet sa më shumë përkraje dhe motiv? Pse shumica e kësaj moshë janë martu shumë të reja përpara dhe nuk i kanë realizuar ëndrat e veta, me njëherë ju bën nana dhe thjesht ju ka shku jeta me rritjen e fëmijëve, me punë shtëpisë dhe nuk e kanë shiju jetën. E tash e kanë shansën që ëndrat e tyre mi realizu, por nuk është puna vetëm te misi. Se na gjatë atyre ditëve bojmë yoga, bojmë meditime, vizitojmë vendet ndryshme, Aktivitetet ndryshme, po. inspirohemi nga një tjetra, tregojmë ngjarje të rënda, ngjarje qesharake, mësojnë për një tjetër, edhe në fund ja u jap atë titullin mbretëresha, edhe ishti me dalë skeni, mësoj me ecë, mësoj si t'ulen, mësojnë edhe për elegancën shumë. Për shembull, shumë nga ato gra kanë ardhur, kanë ecë si burra, kur kanë dalë kanë hecë kështu. Taman elegancë. Me elegancë, kanë hecë me elegancë, janë mësu edhe se ka dhe lloj që nuk din fort për elegancën. Edhe kanë mësu shumë gjana. Edhe kur pi marr mesazhet që po më thonë, e ditë ma ke ndryshu jetën. Po, tregon pak se këtu deshta me u ndalë pikërisht. Qysh ndihesh Edita mas krejt mesazhet që i merr në fund? Ndihem shumë mirë kur i bëj disa gra që ndihen shumë të lumtura me këtë eksperiencë, se thjesht frymëzohen, fuqizohen, se na mësojnë shumë nga njëna tjetra gjatë atyre ditëve. Për shembull, unë tash që kisha Malizia ishte 62 vjeqe, Amerika ishte 61. Unë zdi, nuk kom pa, me gjitha të kondicion, aq pozitive, aq zdi, no comment. Edhe unë ju thashtë ju dyja e një frymëzimi im, inshallah në moshën e ju do t'jem unë si ju. Do më disa tjera edhe ato, jo frymëzojshin nga ju, inshallah në moshën tane jam unë si ti. Këto janë që nuk ka mosh limit mo, pa gjënë s'kan mosh limit. Super. Mund është prej 25 që përfillon, se në 25 shkojnë ta më ndihen modele mise, po 25 deri pa limit. Unë e vitin e kaluar kam pas polakën, Polish edhe English, ka që i dyja 73 vjeqe. Beso kur kemi shku në një lokal në Bambu, që vallëzimi bëj ka ajo na kalon pa men. U kthyja ajo në inspirim për juve. Beso thësha, o zota, do t'jem atë, kom këtë kondicion. S'ka qenë shqiptare ajo. Jo, s'ka qenë shqiptare, po për këtë unë kam shef mi përzi pak gjitha nacionalitete se po mësojnë për një tash, gjitha këto që ishin tash, shqiptare, o zotë ishin sa mrapa, aty e shohin realisht se sa ju ka humbë, ndoshta sa shumë vite kanë humbë. Për këtë arsye thash edhe me ironi, ajo s'ka qenë shqiptare, sepse gratë tona kanë sakrifiku shumë për familjet, edhe ndoshta ëndrat atëherë as nuk janë diskutu. E lere më, do me thonë, nuk është bu fjallë as për gjanat e vogla, dëshirat e tyre e le më realizimi e andra. Kështu që shumë mirë që ka ardhë një aktivitet, një organizimi t'il prej juve dhe i bënd ndihen gratë në fund të ditës. Krejt kjo është mi fuqizu gratë, edhe në fund se si tojnë skena ta jep forcën. Edhe gjdo, besoj që gjdo gru, gjdo vajzë gjithmonë ka pas që më dukë si princeshë. Edhe unë ja jap skenën, ja jap kurorën, ja jap shiritë, gjitha marin kurora, gjitha marin shirita dhe gjitha i bëjmë unisin mbretëresha. Kjo va shumë rëndësi. Në fund, dhe më thonë, aja është në fund si kur që shi ambitorët. Se edhe poenat, kur i marin, dhe më thonë, 50 poena ato i marin nga unë, edhe është edhe një ose dy antar jurijet fshetas, që ato nuk e din aty, edhe na i shikojmë si po silan, me njëna tjetërën, sa janë në kohë, kur përshemë është mëngjezën ora që sa po vinë. Krejt i mësoj gratë tonë me qenë, për gjdo send, me qenë me pas vetë besim, me pas orarë. Thjesht dashni për vetën. Edhe apo bullizon njëna tjetërën dikush, ka pas edhe raste bullizimi, për shemë, si do mos nga shqiptare. Qysh keni reagu në raste tila? Për zotin ka pas nga shqiptare, kam pas vitin e kalumë, kom pas edhe këtë vit, vetëm me shqiptare kom këtë problem. Me t'hujat asë njena. T'hujat, për shembull, e morën kurorën edhe kjo e Ukrajinës, yll ishte.
po nuk e murë si fituse, se merë dhe kesh mos me thonë asë një si winner, asë një shqiptares. Se me njëherë, do më thonë, po i dhënohan,